Përshëndes gjithë anëtarët e Partisë Socialiste në gjithë Shqipërinë, që sot, ashtu si dhe një pjesë në emigracion, po votojnë për konstituimin e Kongresit të ri të Partisë Socialiste dhe jam shumë i kënaqur nga të dhënat që kemi deri tani për pjesëmarrjen, ashtu si kundër, jam shumë i kënaqur për konsolidimin e një tradite të promovimit të barazisë gjinore në forumet e Partisë Socialiste të Shqipërisë.